Shumë e çmuara dhe respektuara diasporë shqiptare nga Maqedonia. Duke patur parasysh që edhe juve u është dhënë për herë të parë mundësia që ju nga diaspora ti keni përfaqësuesit tuaj në Parlamentin e Maqedonisë, deputetët tuaj, për të treguar të tjerëve sa shumë jemi numerikisht, sa të organizuar jemi. Ju kisha lutur, meq ditët e regjistrimit po afrohen, afati i fundit është 30 marsi për regjistrim, ju lutem, juve dhe familjarve tuaj, ju apeloj, dilni dhe votoni. Votoni masovikisht përfaqësuesin tuaj shqiptar për Parlamentin e Maqedonisë. Ju lusë me zemër dhe nga zemra. Dilni dhe votoni përfaqësuesin tuaj edhe njëherë po them në Parlamentin e Maqedonisë që është shqiptar. Faleminderit shumë.